Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kjo vokaliste e re Linkin Park është e mirë shumë. Është shumë karizmatike. Ka energjinë. Mirëmëngjesi çuna dhe goca, mirë se vini në program, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel. Është 7:36 minuta tani dhe koha për të luajtur lojën tonë të paftuarit. Rit. Alo. Ju lutni. Çfarë bëhet? Tip. Paftuari. Rrop. E paftuara. No Wake Up. Okej, ky është shansi juaj për të fituar 2 bileta për të shkuar tek Aurela Gaçe Show nesër mbrëmë në orën 21 në Escape Club në lindje të kryeqytetit atje. Është një spektakël live me argëtim. Të herë do jetë super, se është West Side Family, MC Kresha dhe Lyrical Sun dhe Artiola Tosca bashkë Aurela Gaçe. Ne kuptoni të bëni duhet shkuar. Që kena para. Të ishin pak në Lyrical Sun se nuk durohet kaq shumë myje. Jo. Edhe Artiola Tosca në fund pastaj. Okej, shumë mirë. Pra, West Side Family, Lyrical Sun, MC Kresha, Artiola Tosca, Aurela, patjetër që s'mund mungoj, 2 bileta nga ne për të shkuar çift atje. Falas, nëse doni t'i bleni biletat, mund t'i bleni online tek topvisionchannel.tv në Kashar ose te Arena, por le të shkojmë tani tek tema. Kemi 4 opsione për sot. 4 opsione, po janë filma Hollywoodi nga vitet 80-90. Filma të famshëm të këtyre viteve, filma të mirë. Atëherë, filmi I parë, Top Gun. Mbani mend Top Gun, Top Gun origjinal. Po, jo më Top Gun. Toma. Filmi I dytë është The Doors. Po, filmi biopic që përshkruan jetën e Jim Morrison. Filmi I tretë, Intervistë me vampirin. Ky ishte gjithashtu shumë I famshëm, po, film shumë hit I viteve 90. Tom Cruise, po. Dhe filmi I fundit, Shenjtori, The Saint. Një thriller me Elizabeth Shue. Shumë film I bukur edhe ky, e kam pëlqyer me atë tipin që ndryshon pamjen her pas here. Cold Fusion ishte ky premtimi I teknologjisë. 069 442 873 ju do të zgjidhni filmin që nuk gjan. Le të shikojmë edhe një herë tjetër pra. Top Gun në vendin e parë, The Doors, Intervistë me vampirin dhe The Saint ose Shenjtori. Tani një pyetje kam unë. Ky Tom Cruise, ku e blen bukën? Tashin fal. E ka Tom Cruise? Është nga Kruja apo? Mos I them Tom tash. Që mos përzit. Ai vetë emrin e tij kur e pyesin thot Tom Cruise. Tom Cruise. Ajo I në Shqipëri shqiptohet Cruise. Po Tom Cruise. Në fund fare I themi Toma. Tom Cruise. Është bërë më I mirë tani se çka qenë I ri. Jemi se është bojë çika. King ka qenë King I ri. King ka qenë polese tani është gjithmonë elegant, gjithmonë I dobët. Po është marr, është marr jo pak. Pash një klip. Kemi një telefonat. Po, kur bënte një hedhje Tom Cruise me qira fjala. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Që thyen kyçin sepse atë godinën ku duhet kapej tek terrasa një tjetër. E thyen kyçin, vazhdon skenën që ngjitet edhe po duket se bën në slow motion. Ato akrobacira bën tamam Tomi. Mirëmëngjesi, po ju bëni akrobacira si Tom Cruise se? Jo. A shqyrse? Nuk bëni asgjë. Kishte dalë një lajm dje për 1 prillin që do të xhironte Mission Impossible në Alpet e Shqipërisë. Se jo, mund të ndodhë. Atë dashur telefonuese. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po si je njëherë? Po mirë, faleminderit. Çfarë po bën? Në shtëpi. Po me çfarë merreni? Akoma po ju shikoj juve. Shikoj ti ke shumë të drejtë, edhe mua 6 herë nga 7 kur më pyesin çfarë po bën, dhe jam në shtëpi, them ti je në shtëpi. Çfarë po bëj? Po jam në shtëpi. Kjo unë kam jetën domethënë çfarë po bën? Është dua të më tregosh më shumë. Po s'ka gjë. Po jemi në pushim këtë javë. Je mësuese. Shikon ti. Sa mirë. Po çfarë lëndë je? Po thjesht mësuese. Cikël. Cikël. Atëherë midis Top Gun, The Doors, Intervistë me vampirin dhe Shenjtori. Kë ke zgjedhur? Intervistë me vampirin. E pse? Një arsye tamam. Se ke, Nuk e kam. Po pse shkove atje? Ndoshta te Tom Cruise mos luan te këta. Tom Cruise luan në 2 prej këtyre filmave, luan te Top Gun. Jo, te Saint nuk është Tom Cruise, as te The Doors nuk është Tom Cruise.
e ndryshme. Nuk e kam parë këtë intervistë me vampirin. Tani ti e mendove vetë përgjigjen apo të ndihmoj dikush? Jo, nuk kam asnjë tani për momentin. Ajo është mësuese, nuk mund të kopjoj një mësuese sepse është e saktë. Tani nuk Është punë saktë. gjithë. Është saktë, edhe pa arsye. Është saktë. Po mirë, do ta quajmë. Do ta quajmë. 2 bileta për tek Aurela Gaçi Gaçi show. show. Është e mirë. Por dhe sot ishte e vështirë. Arsyeja që ti fitoj biletat. Kemi pyetje tjetër. Po thashë ta thonim arsyen. Arsyen po, jo ja punon arsyen. Arsyeja është një vdekje. Meqë na erdhë po. Val Kilmer pra. Që është në të 3 filmat e tjerë përveç në intervistë me vampirin, ka vdekur në Los Angeles. Për ta thënë kështu pa eufemizma. Po ishte një aktor shumë i dashur i viteve 80 dhe 90, që pastaj për shkak se pati një betejë të gjatë me kancerin, u tërhoq nga jeta, po themi profesionale, por e bia e tij ka njoftuar se ai ka kaluar pra në anën tjetër në moshën 65 vjeçare. Val Kilmer. Kështu që lë pas filma shumë të bukur edhe një aktor shumë i mirë. Po themi, po ishte një aktor ka qenë shumë king kështu. Po ishte aktor edhe për filma protagonist, po ishte edhe shumë i mirë për të bërë rolet e antagoniste. Fjala që u përdor më shpesh dje në Prime, antagonist, ore çfarë është? Ti nuk e di. Ka ti antagoniste dukesh e ke në fytyrë. E kundërta, antigonista, thot vetë fjala. Okej. Nëse, kështu që e kemi fituar. E kemi edhe një pyetje. Po. Apo jo? Po ti kush je? Unë jam e paftuara. Super. Sa duroi, sa priti. Është zysh, është trajnuar. Shumë faleminderit. Po si e ke emrin e vërtet? Ermira, ta gëzosh. Okej. Ermira, ti ke fituar 2 bileta për te Aurela Gaçi Show. Është nesër mbrëmë në orën 21, është një spektakël i jashtëzakonshëm. Me para nuk blihet, megjithëse blihet. Në fakt mund t'i bleni biletat. Faleminderit. Ke 2 bileta. Faleminderit. Mund të marrësh drejtoreshën e shkollës. Ja bësh shimin dhe asaj herë. Po ti po ti je zgjuar. Jo deri aty. Po lëre. Ermira do ndaj vetë ku do marr. Okej. Me lezet. Ermira ditë të mbar, faleminderit. Kalosh bukur. Faleminderit. Hajde. Hajde ku do të jem pak muzikë. E do të themi në anën tjetër për të folur pak për ndodhjet ngjarjet e Xhigit. Bigut mbrëmjen e dieshme kishte një prime, kështu që do të flasim për çfarë ndodhi atje. Ore, sikur të bëjmë atë rekrutimin një herë, se njerëzit mezi presin. Po mirë, si dush ti. Pastaj bëjmë ç'të bëjmë. Xhigit. Jemi gati për rekrutimin e Tiko Takos. Po. Dhe tani. Po si. Po si ashtu si kështu. Duam sa më shumë fjalë që kanë këtë mbaresë. Që është Yeah. Çfarë ishte mi? Plakje, po. Puthje. Quhet. 069 më mirë puthje se sa plakje. Po plakje me puthje. Le të plakemi duke u puthur. Është sa shumë zgjuar. Është ajo shpreha e Bukovskit që thotë ne në vend se të kërkojmë një njerëz për tu plakur me të, duhet të kërkojmë një njerëz për të qëndruar të vegjël me të. Kjo është ideja. Ku është ky njeriu? Ku fare. Faleminderit që na shkruani. Shkojmë tani tek Xhigi. Le të flasim pak për shtëpinë e Big Brotherit dhe ndodhjet e mbrëmshme atje. Jemi me çikuj, jo nga Isa, jo i helmuari. Okej, gjysmën të